Banor, mirë se vini në sfidën e buxhetit. Sfida e vezëve. Përpara jush janë 110 vezë, prej të cilave 10 janë të zjera. Nga këto do të përdoren 80 vezë. Pra nga 110 ne do përdorim vetëm 80. 30 do ngelen aty. Ju jeni 16 banor dhe do të ndaheni në çifte, pra 8 çifte me nga 2 persona. Rregullat. Banorët fillimisht ndahen në 8 çifte. Çiftet futen me radhë, një çift në çdo turn, çiftet e tjera presin ulur aty në gaming room. Këtë ma theksuan që duhet të rrim ulur. Pra çojnë vetëm çifti që ka radhën, bën lojën, kthehet ulet, vazhdon çifti tjetër, nuk ka lëvizje, nuk ka rrëmuj fare. Brenda çiftit, secili banor zgjedh nga një vezë, pra të dy do zgjedhin nga një vezë. Te zgjedhja e vezës nuk do rrim të bëjmë të marr këtë, të marr atë, po se pam, merr një vezë edhe bëjmë lojën. Banorët ja thyen vezën njëri tjetrit në kokë. Si. Vezën në kokë. Pam. Nëse veza është e zier, është pikë për buxhetin. Nëse është e papjekur, e dini se çfarë ndodh. Pas një raundi, çifti ulet dhe vazhdon çifti tjetër. Çdo banor, ose çdo çift më saktë, ka gjithsej 5 vezë për të provuar fatin, pra nga 5 herë. Pra përdoren 80 vezë në total. Loja, ju lutem, loja vazhdon derisa të përfundojnë të gjitha vezët e caktuara për sfidën, pra 80, s'ka më. Të gjithë duhet të vishni bluza të bardha. Se do bëhemi në hall. Helaç. Si llogaritet buxheti? Numërohen sa vezë të zjera gjeni nga 80 vezët e përdorura. Ky numër përfaqëson përqindjen e buxhetit tuaj. Shembull, nëse keni gjetur 5 vezë të zjera, fitoni 50% të buxhetit. Suksese. Tani, triki është që ato 10 vezët mund na qellojnë dhe te 30-ja që nuk zgjedhim. Kështu që është çështje fati. Çiftet. Sasa dhe Nailir. Shkurta dhe Labi. Edi dhe Eliona. Hygerta dhe Maestro, Arditi do me thënë. Bia dhe Kushtrimi. Alba dhe Londrimi. Benita dhe Klodi. Ibro dhe Toni. Më thanë që kemi as 20 minuta kohë. Që duhet vishemi dhe të presim të futemi në gaming. Jo bluzët bara se do... Qa po vesh një? Jo, tona.